This book, Think Like That, is full of projects of the new Albania that many others don't want to see coming, and we are not here to destroy the country, we are here to make Albania a role model. Libri Albanian Files, i tundur nga Edi Rama në intervistën e CNN, për të cilin thasë është plot me projekte të Shqipërisë së Re, i sugjeron kryeministit Rama të anullojë çdo zgjedhje në Shqipëri dhe të shpallet mbret. Një letër e botuar në këtë libër shkon për te arkitekturës duke shënuar një skandal tjetër të rëndë në Shqipëri. Bëhet fjalë për korrespondencën e një prej arkitektëve të njohur ndërkombëtar, Reiner de Graaf, i cili i drejtohet kryeministit Rama duke shprehur shqetësimin se ndryshimi i pushtetit mund t'i jap fonde pokës së artë të projekteve për kulla e resorte. Në shqetësimin e tij madhor personal, ai shkruan se zgjedhjet do të ishte mirë të anulloheshin dhe se pas një mandati të pestë, Rama mund të vazhdonte si president i përjetshëm, ndoshta edhe mbret. Nuk e them këtë lehtë, por për ne arkitektët do të ishte më mirë sikur zgjedhjet e ardhshme thjesht të anulloheshin. Madje do të shkoja edhe një hap më tej, duke padur parasysh statusin e qëndrueshëm të Shqipërisë si një mbrojtëse e ndritur e arkitekturës, profesioni ynë do të përfitonte shumë nëse vendi nuk do të kishte më fare zgjedhje. Dhe nëse ti, pas mandatit të pestë radhazi si kryeministër, do të vazhdoje thjesht si president i përjetshëm, ndoshta edhe si mbret. Këto komente janë botuar në librin Albania Files, që mban edhe parathënien e vet kryeministit Rama dhe fakti që e bën edhe më të rëndë për shqiptarët është se letra nuk mbeti një korrespondencë personale, por u përfshi në një publikim zyrtar pas një distancim apo shpjegim për përmbajtjen e saj. Ky skandal fakton edhe akuza se si kreu i qeverisë ka shndruar Shqipërinë në prom private dhe çfarë marrëdhënie është krijuar mes pushtetit politik dhe elitës ndërkombëtare të arkitekturës, ku profesionistë që nuk kanë mandat demokratik në Shqipëri i drejtohen kryeministrit si padron politik dhe paraqesin vazhdimsinë e tij në pushtet si kusht për mbijetesën e arkitekturës.